Ministri për marrëdhëniet me pushtetin vendor, Blendi Çuçi, e ka cilësuar reformën administrative dhe territoriale si kryereformën e qeverisë. Gjatë fjalës së tij në takimin për reformën administrative dhe territoriale, ministri u shpreh se Shqipëria është e coptuar në 385 njësi vendore, ku në shumicën e tyre këto njësi nuk kryen asnjë investim. Duke u ndalur konkretisht tek qarku i Elbasanit, Blendi Çuçi tha se Elbasani ka numrin më të madh të njësive vendore, me 50 të tilla. Sipas tij, referuar statistikave, vetëm Bashkia e Elbasanit dhe Komuna Bradashesh kanë mbi 10.000 banor. Qarku i Elbasanit ka numrin më të madh të njësive të qeverisëve vendore në Shqipëri. Plot 50 njësi. Sipas Institutit Statistikës, vetëm 2 njësi vendore, Bashkia e Elbasanit dhe Komuna Bradashesh, kanë mbi 10.000 banor. 48 njësi të tjera janë në këtë shifër. Ndërkohë, 50% e komunave të Elbasanit kanë nën 5.000 banor dhe ka dhe komuna me 600 e 700 banor. Sulti, Lenja, Kushova apo Stebleva. Përvoja këtyre viteve ka treguar se ndarja aktuale administrative nuk i përgjigjet modelit qeverisë vendore të parashikuar në ligjin organik qeverisë vendore. Shumë komuna dhe bashki e kanë të vështirë, madje të pamundur, të përmbushin përgjegjësitë e tyre në përputhje me ligjin. Në bashki më të mëdha, ka problemet koordinimit për çështje të caktuara, si për shembull planifikimi urban dhe kontrolli i territorit, apo menaxhimi i mbetjeve e mbrojtja e mjedisit. Një problem shumë i ndjeshëm dhe në qarkun tuaj. Ndërkohë, njësitë e vogla të qeverisë vendore janë gati të paralizuara. Ato kanë mungesa të theksuara financiare dhe njerëzore për të përmbushur shumë nga përgjegjësitë e tyre ekskluzive të përbashkëta apo deleguara. Të shtrira në një territor të vogël dhe pak të populluara, këto njësi nuk kanë asete dhe nuk kanë mundësi që të gjenerojnë të ardhurat nga taksat dhe tarifet vendore. Ndërkaq, nga ana e tij, prefekti Arben Kamami tha se kjo është një çështje që e çon përpara sistemin e qeverisjes vendore. Nuk është çështje meritash, por është çështje që e çon përpara sistemin e qeverisjes vendore në vendin tonë. Përmirëson shërbimin ndaj komunitetit dhe na afron më tepër me Bashkimin Evropian, i cili është synimi në final. Në vijim të kalendarit të përcaktuar, institucioni i prefektit ka ngritur grupin e punës dhe do të vazhdojë të kryejë detyrat e mëtejshme. Unë shpresoj dhe besoj që të gjejmë mirëkuptimin dhe konsensun e të gjithë palëve të përfshira në këtë proces. Nga ana tjetër, edhe kryetari i Bashkisë më të madhe të qarkut të Elbasanit, zoti Sedini, e cilësoi domosdoshmëri urgjente reformën administrative. Sedini kërkoi që në këtë reformë përcaktues të mos jetë vetëm numri i banorëve, por edhe sipërfaqja territoriale. Është një punë intensive e cila kërkon mirëkuptimin e gjithë palëve për të arritur atë që është domosdoshmëri jetike, do të thoja, domosdoshmëri progresi dhe zhvillimi ekonomik. Domosdoshmëri e rritjes cilësive të shërbimit është forma se si do të organizohet. Duke parasysh ligjin aktual, unë do të kisha edhe një vërejtje, aty përqendrohet vetëm tek numri banorëve, mbi 20.000 banorë, pa pas parasysh sipërfaqen e tokës, cilët zënë këto banorë. Vetëm t'ju përmend Bashkinë e Elbasanit, e cila në kufit ku ka 128.000 banorë, është 40 hektar tokë. Kufini është tek ura Bakallit, ura Zaranikës, ura Shkuminit dhe ura Kunjinës për Bradashesh. Ky është i gjithë qyteti, ky është qyteti që do të zhvillohet, ky është qyteti që ka brenda 125.000 banor, kur i gjithë rrethi ka 230.000 banor, pra 100.000 banor janë komuna dhe 128.000 banor është vetëm qyteti. Prandaj unë do të kaloj në një propozim konkret. Do t'i propozoja që nuk di cili është edhe mendimi i kolegëve, këtu bashkëkryetarëve të tjerë, që Elbasani, qarku Elbasanit, përveç Gramshit, Librazhit dhe Pekinit janë në rrethen vete dhe që mund të jetë bashkim vete, do të kisha mendimin që dhe Bashkia e Elbasanit të jetë bashki rreth, pra siç është me 23 njësi qeverisjes vendore, duke pas parasysh faktin se kështu do të zhvillohet më mirë, duke pas parasysh faktin e eksperiencës rreth që ka qenë para viteve 90, një eksperiencë administrative, e cila ka pas edhe ajo sukseset e veta, eksperiencë e cila nuk mungon dhe që ka shumë progres, do të mendoja në menaxhimin dhe rritjen e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Në këtë takim, konsultues për reformën territoriale merrin pjesë përfaqësues të njësive vendore nga i gjithë qarku, përfaqësues të biznesit si dhe deputetë e Elbasanit, përveç kryetarit të komunës Smolla, Sagron Hysa dhe komunës Pajov, Albert Kreci, të zgjedhur në siglën e Partisë Demokratike, deputetët dhe përfaqësuesit e tjerë të opozitës mungonin në takimin e organizuar për reformën administrative.